Duke ecur në sheshet e Prishtinës, Avni Bikliqi, një 76 vjeçar nga Janjeva, bie në sy për ngjashmërinë fizike me figurën historike të Ismaj Qemajlit. Shumica e komenteve që merr ai e kanë inspiruar për të thënë se nëse do t'i ofrohej ndonjë rol si ai i Ismaj Qemajlit apo edhe role të tjera artistike, do ta pranonte me shumë kënaqësi. Për dekada me radh, Bikliqi ka shërbyer jo në skenë, por si gardian i burgut dhe vëzitës i figurave politike vendore. Shumë herë kur t'heqi, nalën gjinja edhe më thojnë, shumë të paska hije kjo mjekër, tha, po mi për në gjani Ismaj Qemajlit. Tha edhe, të lutem, tha, mos e hek, tha se tha, një ftyrë, tha, që i pëjmë për gjani jetë ti, tha. Tha shë e komat edhe atë fizionomi, unë adin, unë e thash baj ka qket, baj ka njerësh atë republik, po thash nuk e komat kapuqin e tire, nuk e komat idejën e ti që e ka pos, aj. Po ku me pas atë jetë. Unë mburë me atë kërë më thojnë, adin Ismaj Qemajlit. Unë e haroj vetën të më thonë Ismaj Qemajlit. Me të vërtet artist nuk jom, kom pas një profesion tjetër, mirë po jom marrë edhe me kinematografi. Jom marrë me kinematografi, kom shu filma për të mitur në shtëpinë e të Kushtit Lipjanit, kom marrë pjesë edhe në për drama me të mitur, edhe me të femnat burgosët që kanë qenë atje, edhe kemi gjithni, kemi aktivizu ato, e tash edhe mu afru nëj rol për Ismaj Qemajlin me gjithë qefi kisha pranu, pse jo. Avni Bikliqi, gjatë vizitave jashtë vendit, shpesh është pyetur për nacionalitetin e tij dhe ka vënë re se shumë kush nuk e besonte që ai vjen nga Kosova. Nuk më kanë konsideru se jam kosovar, jam shqiptar. Po gjithni më kanë thonë me një emën tjetër, ai e gjerman, ai e italian, ai e diqë. Kur i thësha unë për para kosovar, s'di ke që shqiptar. Albanien më bësh. Në dhe në atërë, se edhe në Rilin e ku kalu jashtë. Çdo ditë, ai udhton nga Janjeva në Prishtinë, jo për punë, por për të kaluar kohë me miqt, duke biseduar dhe pirë kafe. Avnio e pranon moshën me sportivitet dhe është mirënjohës për shëndetin që ende e gëzon. Pensioner duhet me qenë i lumtur, duhet mu përgatit për pension. Mos të marrin ato po dal pension, po duhet përgatitesh për pension. Se qajo shushni, qajo dinamik, mon nuk është në pension që shke qenë në punë. Se gjithë një atmosferë tjetër ka qenë atje, tash është tjetër. Tash duhet mu përgatit me qata pensionera, ma nuk jeme ata të punësu. Faktikisht ata s'munësh me najtë me jahup kohën atyne, po duhet me gjithë, si thojnë këshin këti nërë akranin, duhet me gjithë me ju përstat shoshnisë. Na jem një shoshni 50 vetë, gjithë jeme pensionera. Edhe, po thojnë pensioni i vogël, po na delë bëllë për qëtë të. Une për ditë udhtoj me kerpe i Janjevës direkt, për qëtë shoshni. Bazë moshës, tash normal 76 vjetë ekuilibrin e trupit nuk e kemë se e kemi pas. Pak, une ndoshta nuk e jetoj, por shoshnia ma bojnë, thëj, pak je zvoglu Avni. Normal si mosha e bom, pak të kurje në trupit. E bona. Një ankes nuk kom, kështu, kom pas një sulun pak, po aja ka qenë periferike jo kështu, edhe falë shëndetësis tonë që kemi, më ka arrit, më kanë këthi gojnë edhe si në vend.
humbjes së gruas, e cila ndëroi jetë para 7 vjetësh, Bikliqi gjen forcë te 4 fëmijët e tij. Edhe pse ata janë të shpërndarë në 3 shtete, ai e gëzon çdo sukses të tyre. Përndryshe i kom 3 djele një vajzë, 2 djemt i kom në Londër, një maj vogël që është në Francë, vajzën e kom profesoresh është në Amerikë, jep mësim atje klasën e 6-ta. Djalin e dytë e kom inxhinier. Në Londër atje ka kryer fakulteti. Edhe ky i vogël në Francë ka kryer një farë menaxhimin. Përndryshe janë të pavarur. Unë i kom thonë, ju jeni të pavarur sikur Kosova që u pavarësu, edhe ju e du me ju pavarësu. Secili le të punon për veti, për familje, kanë kriju familje, kanë familje, inshallah Zoti ja jep shëndetin edhe atyre. Avni Bikliqi është një figurë që na kujton të shkuarën, jeton në të tashmen dhe frymëzon gjeneratat e reja.